Së pari, ju shikoni njeriu në talon balës, jo me një votues, por me punojës të DHL-it. Pra, janë njeriu që ju e pat personin, edhe në takim me talon balën, dhe në foto ja e keni aty, ja ku është. Ja ku është. Dhe kjo dëshmon qartë për duart e zeza të Partisë Krimit bëna dëllës. Këtu jemi bëna dëllës. Po, punojës, bëni bëna. Tani, cila pikë e kontratës është shkelur? Shkelur pikë kryesore kontratës. Nuk mund të kishte subkontraktor. Dhe subkontraktimi u shkel pikrisht për të nënkontraktuar kompani që bashkëpunuan ngushtë me Partinë Socialiste. Përfshi, besoj se s'mund ketë dyshim, posta shqiptare shtriu duart e zeza në këtë proces. Pra, shkeljet janë flagrante. Ka shumë shkeljet tjera. Se ky që e shifri ju me këto, i ka, pa më do për. Ky futët një zyrë tjetër dhe i mbush vetë. Ska ky, ska si, shifë. Ky është. Pra, urdo? Po, kështu që kjo të regon që si shte proces, kjo ishte një gjë që u kryen zyrat e partisë, nga njerëz të partisë, të paguar janë, një pjesë janë të paguar, por kanë marrë pjesë dhe zyrtarë të ambasadave. Kanë marrë zyrtarë të ambasadave, zyrtarë të ambasadave. Asnjë nga këto të mos ishte, mjafton implikimi postë shqiptare dhe ikën ai proces. Kur ne nuk do ftonim të votonin me një post që kalon nga posta shqiptare. Ajo dihet se kush është posta shqiptare. Besoj se këto janë prova urdhoni.